Me rastin e festës së mësuesit, kryeministri Rama vlerësoi disa prej arsimtarëve më të dalluar në Shqipëri, ndërsa të gjithëve u premtoi rritje pagash në nivelet e 1.000 euroshit. Le ta ngrej dorën kush ka menduar që në vitin 2024 ju do kishit pagën mesatare 950 euro. Dhe sigurisht që ambicia jonë është për ta çuar pagën mesatare të mësuesve përtej 1.000 eurove pa diskutim. Pas njoftimit të mbylljes së TikTokut, kryeministri u foli arsimtarëve për sfidën që teknologjia paraqet për ta, ndërsa e quajti telefonin si mjet çedukues. Ju jeni në luftë me një mësues tjetër që është në fakt çmësues, çmësuesi që rri në xhepin apo në çantën e fëmijëve, e nxënësve dhe që në mënyrë të vazhdueshme i nxit përmes rrjeteve sociale e kanë fjalën që të bëjnë krejt kundërtën asaj që ju kërkoni. Kryeministri u zotua për zhvillimin e sistemit arsimor nëpërmjet rishikimit të kurikulave arsimore dhe programeve të posaçme, siç është Arti dhe Zejet dhe Ferma në shkollë.